Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperienca e domosdoshme dhe energjia pozitive e motrinjve. Do kemi një skuadër që do të garantojë vazhdimsinë e një procesi historik siç është procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian. Do të kemi një skuadër që do të jetë skuadra më e vjetër në eksperiencë dhe skuadra më e re në energji. Programi i programeve është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ky është programi i programeve. Shikoni këtu, kur ne morëm detyrën, merrnim nga Bashkimi Evropian diçka më shumë se 200 milion euro në vit. Sot marrim më shumë se 600 milion euro. Do me thënë, në totalin e vetë. Pra, që të jem shumë i qartë me ju, investimet nga Bashkimi Evropian janë afro 700 milion euro. Ne jemi në krahun e drejtësisë, nuk bëjmë avokatinë as kujt. Natyrisht që kemi filluar në një proces të ri ku do t'i japim opinionet tona me zë të lartë për cilësinë e drejtësisë. Që ajo shpata të mos kthehet në një forcë dëshkimore abuzive, që ajo peshorja në dorën tjetër të zonjës drejtësisë të funksionojë. Që gjykata të funksionojë dhe jo të notarizojë çdo gjë që kërkon prokuroria. Se për këtë punë janë gjykatat, dhe që prokurorët dhe gjykatësit të jenë të verbër, pra të paanshëm, të drejtë,